Pra, filloj edhe punën rjeti global i bizniseve shqiptare të diasporës dhe gjithë botës, që faktikisht kishëm përfaqësues nga gjitha shtetet dhe duke falenderua kryetarit zotëri Omer Nura për këtë organizëm madhështor, patëm përfaqësues nga Australia, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Evropa, nga gjitha shtetet individualisht, përfshirë edhe neve nga Britania e Madhe, që faktikisht kryetari i rjetit në Britaninë e Madhe, Sam, dhe unë si përfaqësues të rjetit, patëm edhe besnik Sahaxheun, i cili na përkrah vazhdimisht kudo që shkojmë, që t'jemi sa më afër lidhjeve biznisit e natyrisht edhe vendin ku ne siguron gjithmonë Londër që të bashkohemi. E kishëm edhe Laura Haxha, një e re, e cila është shumë entuziaste dhe ajo ishte edhe pjesë e kryesisë, por njëkohësisht ishte edhe përfaqësuese këtu nga Britania e Madhe. Për t'ju falenderuar edhe Nezmi Krasniqit, A1 New Construction, pronarit së cilës në ndihmoj me donacionet tina që ta bëjë të mundshme. Natyrisht kemi pas edhe shumë donatorë, apo shumicën e donatorë nga vende tjera, të cilat moderatorja veç se i tha emër për emër. Mësafir veçantë ishin kryetari i komunës së Prishtinës, zotëri Përparim Rama, e kishëm zonjën Rozeta Hajdari, e cila është ushtruese detyrës tashmë si ministre deri në zgjedhjet e kryesisë, që edhe ajo na njoftoi pak a shumë me çka ofron Kosova dhe çka ka mundësi në Kosovë të bëhet biznes, në çfarë forme do të stimulohet ndër lidhje. Kishëm përfaqësues të tjerë, cilët e kishëm edhe kryetaren e Luginës së Preshevës, zonjën Sinani, e cila edhe ajo na njoftoi se çka kërkojnë dhe çfarë po bën biznisi gjithandej për Luginën. Natyrisht, Britania e Madhe, po kthejmë edhe një herë, tashmë është duke punuar me të madhe që të bën një marrëveshje shtesë me Kosovën, që t'ja mundson biznisin nga Kosova që t'jetë prezent sa më shumë që është e mundshme në Angli. Domethënë, përmes rrjeteve të tilla, veç sa po krijohet një lloj rrjeti i bashkëpunimit, ku për më shumë do shohim edhe në vendet ku i kanë qitë sponsorët tash për tash, të gjitha tavolinat me promovimin e materialeve dhe çka kanë për t'i ofruar diasporës. Është e natyrshme që kjo metodë punës tashmë është fiks në shpatullat e biznismenëve, njerëzve individual të cilët dojnë ta shtyjnë çështjen shqiptare tutje, për arsye se ju siç e dini, USAID është një fond i cili ka qenë për Kosovën tashmë është ndërprer, edhe mendojmë që në dinamikën e sotit shumë përkrahje që i kemi pas nga vende tjera, shtete tjera, vestajën zbe, tash mbetet drejt për drejtë tek ne si shqiptar, si të bashkëpunojmë dhe të ngritim në nivelin tjetër që ta mbajmë vetveten. Do vazhdojmë që të shohim ndoshta edhe të mundësinë e marrjes së disa intervistave nga kompanitë, udhëheqësia, dhe të shohim se çka na ofrojnë ata neve për bashkëpunim. Do vazhdojmë tutje pastaj. Ja, këtu i kemi edhe përfaqësues nga Londra, kryetarin e rrjetit degës së Britanisë Madhe dhe zotëri Sahaxheun, të kthyer produktet natyrisht. Zotëri Sahaxheun, na thuat diçka për rrjetin dhe punën që u bën sot? Po, i përgëzoj të gjithë, edhe sidomos organizatorët, kryetarin Nura, na jemi prej këtuit, mirë po diasporë, kemi marrë me semin të bashkëngjitëm, njoftohemi me biznismen afarist nga gjithë bota, shohim si mundën me kontribua dhe më shumë se sa që të kontribua. Ju njihni me punën e juve dhe kontributin të vazhdueshëm. Shfrytëzoj rastin të falenderona sinqerisht si britanez, shqiptar Britanisë Madhe. Po, faleminderit, besoj se gjithë kemi obligim dhe detyrë të mundohemi të arrijmë sukses që ne atje, po edhe këta që jetojnë në vend prej ka jemi na, të përkrahim që të integrohen sa më shpejt në standardet ku jemi na të jetu për momentin. Faleminderit të kohën që të vazhdoni. Sam?
Kryetari i nderuar, si e përjetove, si e pa ambientin? Me thonë në realitetin një shok pozitiv ati, isha pak skeptik për me arë këtë nivel, po super i knaqin, edhe për më duke që fillimi është shumë i mirë, kjo të regon që ne përpunojmi, na po rritemi, na po zhvillomi, edhe nuk kam koment për smirni. Unë ty të përgëzoj për aktivitetet që vazhdimisht i bonë, edhe natyrisht këto dhe po të regojnë rezultate. Pak ma konkretisht, bashkëpunimin e kemi jashtëzakonisht fortë. E këtë fjallin për... Ne ndjas Po, është një mundësi shumë e mirë tash, sidomos tash me qëto prodhimet e reja, që edhe tregun anglez ta marrin prej Kosovës. Bukur shumë. Një falenderim të veçantë pate për sponsorin nga Londra. Po, ishte kënaqësi, falenderoj Negjin, N1, që është një nga sponsorët në Londra. Kemi patëm 25 sponsor, edhe tjerë mos të janë shkaloj, po për shkak e emrave nuk i di gjitha, edhe për shkak sponsorëve edhe mundësit këtyre njerëzve është bo që ky ndaj këtu, edhe keq këto sene, duke parë parasysh edhe kryetarët edhe antarët edhe keq ata që kanë marrë pjesë deri në këtë vend. Diçka për përfaqësues të vendeve tjera që ishin këtu dhe kryetarin e Rrjetit? Për kryetarin e Rrjetit global çdo lavdrat, kemi pas pak stres edhe derisa ka ardhur deri ky ndaj realizim. Po u bë mas miti. I uroj që nga këtu dalin të paktën 100 deri 200 kontrata që do të kalojnë milionat. Ma në fund fare, tregona për çështjen e sponsoruesve dhe sa na ndihmuan sponsorues, jo vetëm nga Londra, po gjithandej. Sponsorët kanë qenë etik, domethënë pa ata s'kishim mundë po kurrgjoj. Domethënë ka qenë bazik, pa sponsor se s'kemi pas liman nga kush, nga vetë financimet tona me sponsor kemi bërë këtë ndaj. Turoj punë barë dhe sukses. Faleminderit për ju. Fam gjithashtu. Derisa po përgatitet për intervistë me kryetarin, është duke u përshëndet me babain e zotërit Blakaj, një veteran i arsimit i cili po na jep një peshë vërtet tjetër. Zotëri Blakaj, faleminderit shumë për organizimin, kryetarit faleminderit shumë për kohën edhe për kushtimin, na trego pak a shumë për eventin e sotit si Rrjet Global. Në kënaqësi unë mas pari përgëzoj organizatorët, yllin e kemi pasur që nga fillimi para 9 viteve a ma shumë. 12 vite me Rrjet. Është një organizim i mrekullueshëm që bëhet çdo vit në kryeqytet në Prishtinë dhe i bën bashk bizneset, është Rrjeti Global i bizneseve shqiptare, ku i bën bashk kompanitë shqiptare prej vendeve të ndryshme të botës këtu në Prishtinë, edhe stimulon një bashkëpunim të mirëfillt mes tyre, njëri me tjetrin e po ashtu edhe me biznese vendore. Pra këta janë faktikisht ambasadorët tonë, të cilët na nevojitën sot, ambasadorët, po them diplomatët ndoshta më të mirë, ambasadorët më të mirë që tregojnë për punën e madhe që po bëjnë qytetarët tonë për vendet ndryshme të botës, edhe stimulimin e zhvillimit të ekonomisë në Kosovë, në Prishtinë këtu, nëpërmjet krijimit të mundësive të ndryshme për me eksportu produkte jashtë vendit. Shihni këtu një numër të madh të bizneseve prej sektorëve të ndryshëm, që është një kënaqësi faktikisht me i pa. Më bën mu edhe ma optimist si kryetari kryeqytetit, e ne në kryeqytet kemi kriju edhe zyrën ndërlidhëse faktikisht me bizneset, ku i mundsojmë me i reduktu byrokracitë, të cilat janë ndoshta një aspekt më negativ për bizneset, për me ardhe me u vendosë në Prishtinë apo në Kosovë, e këtë kemi bojë çdo ditë më shumë, kështu që ju themi mirë se vini në Prishtinë, sepse ka mundësi të shumta të gjitha këto biznese që punojnë jashtë, kanë mundësi të mëdha me u vendosë në kryeqytet, edhe nga aspekti i taksave që janë ndoshta nivelit më të ulët në regionin e Evropë, të cilat janë një aspekt pozitiv për secilin biznes, po edhe për neve, për me kriju punë, për me pru inovacion, me pru ndoshta mënyra të reja, edhe me eduku edhe sektorin tonë të industrisë këtu në kryeqytete në Kosovë. Mirë, po të njëjtën kohë po them edhe me kriju vetbesim që sot Prishtina, sot Kosova është në nivel totalisht tjetër. Pra nuk ka arsye për mos me qenë optimist
për zhvillim ekonomik të vendit, për te politikave vendore. Dhe me thonë, nuk mvaremi prej politikave vendore sot, mundemi me shfrytzu këta ambasadorë tonë të mrekullueshëm për me zhvillu biznese, për me kriju punësime dhe për me u zgjeru globalisht. Faleminderit, ju keni qenë në diaspor, ju jeni diasporës, faktikisht je i Londrës, bashkëvendas joni. Çka keni bë diçka shtesë, çka do të bëni shtesë diçka që ta përkrahni edhe më shumë një aktivitet të tillë? Tu marr parasysh që Saidi tash veç është e ri. Unë thash që ne, domethënë, ndërmesa më e madhe e bizneseve këtu që me ju mundësu me hek sa më shumë me i liru prej byrokracisë. Pra me shfrytzu gjitha mundësit ligjore, kornizat ligjore të cilat ne i kemi si kryeqytet. A ke mundësi me na ofru një hapësirë të tillë që s'paku të vijmë më shpesh? Hapësira tilla, absolutisht që kemi. Normal nuk kemi hotele, po e kemi Pallatin e Rinisë, për shembull, i cili është një vend i mrekullueshëm ku ndoshta vitin e ardhshëm aty mundemi me organizu një event edhe më të madh, se po e shoh që është i vogël kjo hapësinë këtu. Është e vogël për interesin e madh tash që ka mri me zhvillu ky rjeti global, edhe po them duke ju falenderuar gjithmonë zotit Blagaj se prej fillimit ylli e ka marrë në dorë këtë proces, e tash është rrit në atë nivel ku edhe këto sallat e mëdha po duken shumë të vogla me nevojat, kështu që tash duhet kalojmë në një hapësinë si Pallati i Rinisë për shembull, me zhvillu panajire të tilla apo takime të tilla të nivelit global ku edhe thrasim normal çdo vit më shumë biznese. Ne si kryeqytet kemi bë master planin edhe të ekoparkut industrial, i cili tash mundet me ndërlidh prej bizneseve të ndryshme. Për shembull, bisedova me disa që ende prodhojnë në Gjermani apo prodhojnë në Austri, e kanë mundësinë tash me ardhe me u vendosë në Prishtinë, me prodhu në Prishtinë, me shfrytzu aspektin e taksave, incentivave të cilat janë, mendoj, të mira që këto biznese prej vendeve të ndryshme të botës me ardhe me u bazu me pas bazë në Prishtinë. E po ashtu po them, po krijojmë na mundësi tjera shtesë, se përveç punës, punëtorët të cilët kanë me u vendosur, kanë me punu, duhet me pas edhe ata një jetë mirë, edhe në bazë të zhvillimeve të artit, të kulturës, të evenimenteve të ndryshme, pra një kalendari shumë të vryshëm të artit, kulturës dhe eventeve në kryeqytet, me gastronomie, me hotelerie, me turizëm, me gjana të reja tash që po zhvillohen, me kriju një ambient që edhe nga jashtë qytetarët për shembull thash që jetojnë në Londër apo në Berlin apo në Sydney në Australi, me dashur me ardh këtu, sepse e gjojnë një jetë më të mirë, domethënë një lifestyle më të mirë. S'po të marr kohë shumë, tu marr parasysh tek aktivitete tjera, po vetëm në fund për çështjen e përgatitjes për lojrat olimpike që i keni fituar, një iniciativë e tillë sa do të jetë si e thon, ndihmëse për marketing që njerëzit vinë pak më shumë të fokusohen drejt. Ne përmenda edhe gjatë fjalimit që është një moment historik për zhvillimin e vendit tonë, pra jo vetëm kryeqytetit, po gjithë vendit. Jemi një koqër të lojrave mesjetare 2030, edhe po them kemi një kapacitet global, që shumë prej kompanive këtu që janë sot, vetëm se zhvillojnë projekte madhore në vende ndryshme, si në Austri për shembull, si në Amerikë, si në Gjermani e vende tjera. Edhe ne duhet t'i bëjmë bashkë, t'i thrasim edhe që mundsojmë që të na ndihmojnë për me zhvillu vendin tonë dhe me kriju infrastrukturën e cila na ndihmon që viti 2030 pra të jetë një vit totalisht transformues edhe për imazhin jo vetëm Prishtinës si kryeqytet, po gjithë Kosovës dhe gjithë vendit tonë në sytë e botës. Faleminderit, vetëm sa je prezent e marrë edhe diçka nga zotri Blakaj. Zotri Blakaj, organizim fenomenal, ju përgëzoj juve dhe kryetarin në mërë, prezenca e kryetarit komunës dhe ish ministres apo ministres në detyrë, si po e përshkruani këtë moment dhe apo e llogaritni si histori suksesi? Është sigurisht histori suksesi, çdo takim mes biznesit është histori suksesi. Në këtë rast edhe me përkrahjen nga Komuna e Prishtinës, Lugina e Preshevës, edhe institucionet e shtetit Kosovës, sidomos jo në atë nivel që e kem prit, po megjithatë ne na kënaqem kur shohim biznese nga mbar bota, nga Australia deri në Amerikën e Lartë, të interesuar për tregun e Kosovës,
interesuar për bashkëpunimin Kosovë. Ideja e rrjetit është gjindem atje ku jemi, po edhe vendlindjen edhe ta fuqizojmë eksportin nëpërmes konsumimit produkteve nga vendlindja, po edhe investimeve të përbashkëta. Ky është një hap matutje. Në fillim si rrjet para 12 vite ishim shumë pak edhe pa vizion të qartë, tash po dim ku do me shku me përkrahjen e institucioneve, po edhe me fuqinë monetare, humane, mendore, përvojën tonë. Sigur që mundë me bo shumë gjërat mira, është mirë që kryetarin e kemi këtu dhe e thrasim të bashkëpunojmë për Prishtinën e vitit 2030, ta bëjmë projekt përbashkë, ne për ndërtojmë Londrën, e ndërtojmë pa fije dyshimi Vjenën, me shumë kompani që e njoftë këtu edhe shumë qytete më të mirat në botë, pse mos ta ndërtojmë edhe Prishtinë dhe ta bëjmë vend të mundësive. Na thuhet diçka për sponsorues të cilët e kanë bërë të mundshme këtë çështje, përfshirë jo. Është hera e parë si rrjet global që mbrim gjithçka me bë në formë të sponsorizimit nga anëtarët e bizneseve. Sigurisht Komuna e Prishtinës edhe shumë shoqata tjera na kanë ndihmuar me gjëra të ndryshme, forma organizative, po është hera e parë që pa USAID-in ose pa dikon tjetër bizneset e kanë kuptu drejt, pse po takohme, edhe Prishtinë hap matutje bashkëpunimin mes neve. Ideja është ato 3 miliard, unë e thamë që vinë çdo vit në Kosovë, 1 miliard, përmi 1 miliard remitenca, mbi 1 miliard patundshmëri banesa, cilat veç i kemë boka dhe gjithë, edhe 1 miliard i shpenzojmë këtu, t'i bëjmë 6 miliard, po t'i investojmë në prodhem. Se Kosova është shumë e vogël, po veni mundësive është në mes bashkimit evropian, që shedim bashkimi evropian është konsumatori më i madh global, po edhe na shqiptarët jemi konsumator shumë të rëndësishëm në mergat, të konsumojmë edhe të prodhojmë produktet tona që fëmijët tanë të lidhen nëpërmes biznesit. Kryetari sigurisht që është nga ne, është mirë që na kupton çka dojnë bizneset, është mirë që ka filluar me i reduktu ato birokracitë cilat tentojnë na dërgojnë ka një ekonomi komuniste, cila e kem pana, e kem provu një Jugosllavi, sa jem zhvillu, do më thonë ka hap mundësi të reja, edhe prania ati për biznes është shumë do më thonë. Kryetare, vetëm në fund, një porosi të veçantë, të marë parasysh që gradualisht përkrahja e kam fjallën e biznisit e iniciativave, po zbehet nga shtetet që na kemë përkrah, tash po jetë në shpatullat tona, pikërisht. Po ne është normale që duhet të kalojmë, pra është proces tranzicioni i gjithë shoqërisë tonë, ku kalojmë prej nevojave për grante, për lëmosh, me thonë, në një zhvillim ekonomik tash mesatar e të lartë, kjo është informat pozitive për zhvillimin e vendit tonë, sepse po rritemi tash me thirr me vjet, veç jemi teenager. Domethënë edhe pak dalim prej shtëpisë. Po, dalim prej shtëpisë edhe duhet me u vetëdijsu që ne duhet me mësu me mbajt veten, edhe mundësinë e kemi. Vetë mentalitetin duhet me ndryshu. Nuk kemi nevojë sot për askënd në aspektin e zhvillimit ekonomik. Po menoj, nuk kemi nevojë për lëmosh, jo për askënd, gjithmonë ndërlidh kemi nevojë për të gjithë partnerët, mirë po me bo biznese me ta, pra një sinergji. Ja, po diçka marrëm, diçka jo. Po pikërisht, do me thonë me qenë partner, jo me kërku lëmosh. Tash, do me thonë është puna ku ne duhet të jemi partner, edhe duhet fillojmë edhe që ndihmojmë tjerëve. E kemi këtë mundësi, sepse kemi eksperiencë, kemi një diasporë të mrekullueshme, biznese të mrekullueshme në diasporë, e po ashtu edhe biznesmen e biznese të mrekullueshme brenda në vend, kemi takset shumë të ulta, po kemi mundësi të mëdha që të ecim përpara me hapa shumë të shpejt. Vetëm normal, na duhet që në nivelin qendror të kemi njerëz që kupton biznesin. Për fat të keq sot nuk e kemi atë, po shpresoj së shpejti të kemi njerëz që kuptojnë biznesin, të kemi njerëz që kuptojnë që çdo ditë e humbun për bizneset e vendore edhe investimet nga jashtë, nga brenda, është humbje për të ardhmen tonë. Edhe këtë nuk duhet ta tolerojmë. Pra ajo që ka ndodhur sot në Parlament të Kosovës është një aspekt naiv, një naivitet total i njerëzve vendimarrës. Apo kupton, domethënë është humbje kohe
humbje kohë për fëmijët tonë, për ardhmërinë tonë. Edhe kjo nuk pret, derisa vendet përreth zhvillohen, pra krijojnë një competitiveness, një shtytje. ata rriten derisa ne po stagnojmë. Domethënë e kemi zhvillime për shembull të Shqipërisë që sot janë një koqir të komunitetit evropian atje, pra po mrinë të jenë lider, derisa ne luftojmë për emra për vetës, a duhet me qenë kryekomendara. Jo, dhe më thonë, merremi me çështje banale, derisa humbin mundësi të mëdha, investime të mëdha për zhvillim të vendit tonë, kështu që shpresoj që të reflektojmë jo vetëm këta që kanë fitu votat e qytetarëve, po edhe qytetarët se kanë e votojnë herën e ardhshme. U të falenderoj shumë për kohën, në po të liroj që të marrë në për takime tjera, e shime dhe në Londër. Merci, u përshëndes. Zonja Hajdari, faleminderit që ishe prezent tek ne edhe na tregon pak a shumë si e përjetove këtë takim që mendoj që keni pasur shumë takime tjera, po sidomos ky rrjeti biznes i shqiptarëve nga diaspora, një organizim vetë për krahjen e bizniseve. Vërtet është një ndjenjë tepër e fortë, jo vetëm e madhe, por shumë e fortë kur sheh shqiptarët tonë nga diaspora kudo në botë, bashkë me bizneset tona shqiptarët nga Kosova, që po bashkojnë forcat për të ndërtuar një Kosovë të qëndrueshme dhe shumë demokratike, sepse fal diasporës son, që është një shtyllë kryesore për zhvillim të qëndrueshëm, jo vetëm si kapital financiar, por si kapital njerëzor, diaspora po sjell dijen, po sjell teknologjinë, po sjell arkitekturën e re se si të ndërtohet në bazë të arkitekturës evropiane dhe me gjerë nga Amerika, Australia, Anglia dhe shumë vende tjera, dhe kështu po përparon Kosova jonë me forcat e tyre dhe të ndërmarrësve tonë. Vlen të përmendi se po lulëzon ekonomia e Kosovës falë edhe diasporës, por edhe ndërmarrësve vendor që kanë shumë potencial të pashpalosur. Vlen të përmendi që në këtë mandat qeverisë si ministre e shoh regjistrin e bizneseve me 46.000 biznese të regjistruara gjatë këtij mandati qeverisës dhe me 4.600 biznese nga diaspora ose vendet e huaja, por kryesisht janë biznese me pronësi të diaspora ose bizneset e huaja ku është e vendosur diaspora jonë, qoftë biznes krejtësisht i huaj, qoftë biznes me pronësi që është diaspor me pasaport të Gjermanisë apo të Anglisë, por që është biznes që ka lidhë Kosovën edhe me një biznes të huaj dhe ka joshur të vijë në Kosovë. Kjo është një rritje shumë e madhe, afër 40% krahasuar me 4 vjeçarin e viteve të kaluara. Ne si ministri kemi ndërtuar një ambient të shëndosh për të bërit biznes të drejtë, konkurrues dhe të adaptueshëm, dhe këtu po shihen rezultatet me rritje ekonomike si shtet Kosova e para në Ballkanin Perëndimor, me rritje të eksporteve të dyfishuara, me rritje të investimeve po ashtu më shumë se të dyfishuara, me rritje të qarkullimit të biznesit në 35% rritje në këtë mandat qeverisës, sepse ka më shumë biznese të lullëzuara në Kosovë dhe po shihet edhe përkushtimi shumë i lartë i diasporës që po e shohin potencialin i ri, po e shohin potencialin edhe të sistemit që ruan dhe mbron investimin nga diaspora. Vlen të përmendi disa nga reformat e guximshme dhe reformat mëdha që kemi marrë si ministri, është pikërisht ligji për investimet e qëndrueshme dhe politika për investimet e qëndrueshme në Kosovë, ku fton diasporën që mos krijon vetëm një nish ose një bashkëpunim në ndërtimtari, por në sektor tjerë industrial, të cilët janë si sektor yje në rritje në Kosovë. Është sektori i industrisë metalike, jo metalike, i veshjeve, lëkurës, i plastikës, i drurit dhe shumë sektor tjerë që janë në rritje si yje dhe kërkojnë partneritet nga jashtë, pra nga diaspora, nga investitorët e huaj, dhe këtu është me shumë suksese që po shoh edhe bizneset që për shembull kanë në diaspor një zyrë atje, por kanë edhe prodhimtari në Kosovë, dhe kështu po duket që po ecë një bashkëpunim i mirë në mes bizneseve tona dhe bizneseve të diasporës. Kërkohet edhe më shumë koordinim dhe bashkëpunim për të shfrytzuar edhe instrumentet qeveritare që janë në mbështetje
bizneseve, për shembull me përgjegjësi të lartë të them që kemi punuar me 22 ligje që e përmirësojnë ambientin e të bërit biznes, por edhe politikat e para për investime, për industri që kanë hasur shumë potencial të pashpalosur, politika për inovacion, politika për turizëm, që të gjitha këto politika kanë zhvilluar instrumente të rëndësishme për të shpalosur potencialin e diasporës dhe të bizneseve në vend, pra konkretisht për investimet e huaja që po flas ose nga diaspora. Çka është me rëndësi të përmendi parqet industriale, të cilat kanë qenë të themeluara disa, por edhe më shumë kemi themeluar, janë 20 milion investime në parqet industriale për t'i funksionalizuar si parqe efektive, ku 40% e këtyre parqeve do t'jetë dedikuar për diasporën tonë, sepse është në ofrim të prodhimit vendor, por edhe duke ftuar diasporën që të bashkëpunoj dhe të krijoj ekosistem të industrisë, të sektorëve të ndryshëm industrial. Inovacioni po ashtu po shpërthen si një katalizator i transformimit të ekonomisë, ku po shohim çdo ditë më shumë bashkëpunimin e mes industrisë shërbyese me industrinë prodhuese dhe kështu duke rritur inovacionin e produktit dhe duke sjellur produktin me vlerë të lartë të shtuar për tregun ndërkombëtar. Politikat industriale që i kemi zhvilluar synojnë që industria e Kosovës të transformohet, të jetë aftë, të prodhoj produkte me vlerë të lartë të shtuar dhe të ofroj punësim të denjë për të rinë tonë, por edhe të integrohet në zinxhirin global të vlerës. Përmenda eksportet që po rriten, por po rriten edhe bashkëpunimet tash përmes marrëveshjeve që kemi nënshkruar për tregtinë e lirë, që ofrojnë sa më shumë bashkëpunime në industrinë shërbyese, industrinë prodhuese dhe sa më shumë lehtësira tatimore. Është marrëveshja EFTA, pastaj zhbllokimi i marrëveshjes CEFTA dhe negocimi i shumë marrëveshjeve bilaterale, traktateve bilaterale për promovimin dhe mbrojtjen e investimeve. Në fund vlen të përmendi që në bazë të raporteve të Organizatës Botërore për Bashkëpunim Ekonomik, me gjitha këto reformat guximshme të thella në harmoni me agjendën e Bashkimit Evropian, Kosova renditet e para për konkurrueshmërinë në Ballkanin Perëndimor, duke qenë lider në politikën tregtare dhe lider po ashtu në shumë politika tjera që janë në interes të biznesit për promovimin, nxitjen e investimeve, por edhe për inovacion ndërmarrësi, ku ka shumë potencial falërinisë son. Kjo përmendet nga raporti për indeksin e ndërmarrjeve të vogla të mesme, raporti për konkurrueshmërinë në Ballkanin Perëndimor e raportet e tjera nga Bashkimi Evropian. Dhe për më shumë për investime, Kosova në bazë të... Me trego diçka specifike, një investor nga jashtë, çfarë lehtësime ka nëse investon në Kosovë? Një investitor nga jashtë është i barabartë sikurse një investitor vendor. Që do të thotë? Që do të thotë që të gjitha mundësitë që ofron vendi për një prodhues vendor, cilat mundësi janë specifike? Do t'i merr edhe prodhuesi ndërkombëtar. Për shembull, parkun industrial e përmenda, hapësiren i ofrohet sikurse biznesit vendor dhe biznesit të huaj. Tatimet, lehtësirat fiskale, instrumentet mbështetjes garantimit të kredisë që janë përmes fondit për garantimin e kredisë, pastaj lehtësirat doganore që janë përmes marrëveshjeve të ndryshme tregtare, të gjitha janë në harmoni dhe të barabarta me prodhuesit vendor, përfitimet që do t'i merr një investitor i huaj. Investitorët e huaj po ashtu kanë edhe potencialin njeri, që është një fuqi punëtore më e konkurrueshme në dijen, në kualifikimin, por edhe në rrogën ose pagën që e merr, sepse në vendet tjera në rajon kanë edhe sfidën për pasur kualifikimin njëri. Këtë për fund, deshta me pyet konkretisht, pse Britania e Madhe nuk shihet si vend ku bëhet eksportet mjaftueshme? Ku qëndrojnë raportet Britani me Kosovë në lidhje me sistemin e taksimit apo VAT-s? Ne kemi marrëveshjen e tregtisë së lirë me Britaninë e Madhe. Çfarë do thotë tregti e lirë? Do thotë tregti e lirë, sepse kjo është që 4 vite e nënshkruar dhe e ratifikuar në Kosovë. Britania e Madhe ka krijuar tash edhe komitetet që janë përmes Ministrisë së Tregtisë, por edhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, ku janë duke krijuar më shumë
partneriteten e mes bizneseve, vlen theksohet që edhe forumet ekonomike po lidhin bizneset me Britaninë dhe ka eksport edhe në Britani, sepse marrëveshja e tregtisë së lirë me Britani ofron shumë mundësi edhe për tregun britanez, jo vetëm për tregun e vendeve EFTA që tash së fundi kemi nënshkruar si qeveri. A keni ide se si është lehtësuar financiarisht të marrë parasysh se transporti është pak sa distancë, metoda e taksimit apo Po në marrëveshjen si e liron Kosovën apo e ngarkon Kosovën më shumë se të tjera? Marrëveshjet e tregtisë së lirë me të cilat shteti i Kosovës negocion për të gjitha produktet që eksportohen në ato vende kanë zero tarif në tarifat doganore, pra janë pa tarifa doganore në tregun ku do të eksportojnë. Kështu që nëse një biznes nga Anglia vendoset në Kosovë, ka benefitet e njëjta sikurse biznesi vendor që të eksportojë në vendin Anglis, në tregun e Anglis apo në vende tjera në Evropë. Vlen për vendet edhe marrëveshja stabilizim asociimit, e cila lehtëson tregtinë në rajon për në Evropë, ku i ke të gjitha benefitet për tarifat doganore që janë zero obligime doganore për në tregun evropian dhe me gjerë. Zonja Hajdari, të falenderoj shumë për kohën, për punën që e ke bërë deri me tash, shpresoj që do vazhdosh ta bësh një punë të tillë edhe të krijohet qeveria se po na mungon tashmë. Kam punu si një ministër thuajse në nivel teknokrat, duke sjellur ekspertizën që e kam pas me herët nga fusha e ekonomisë dhe bashkëpunimi ndërkombëtar, dhe jam e gëzuar që me këto reforma që kemi sjellur në ligje po vendosin Kosovën në hartën e vendeve më të sigurta, më të qëndrueshme për të mbrojtur investitorin e jashtëm. Dhe ju dëshiroj sukses. Ju faleminderit edhe një. Faleminderit gjithë të mirë. Qashtu kom qef, po s'është me rëndësi se këta kemë dorë tonë, dhe faktikisht çka dojmë me publikojmë qas dojmë, me qenë se bestash. Pra, i kemë edhe dy musafir nga Evropa, që faktikisht janë ardhur për të vizituar dhe të marrë pjesë në rrjetin e bizniseve në Kosovës, kryesisht janë të finlandez. Welcome to Kosovo, and can you tell us a little bit about your opinion on Kosovo, Albanians of Kosovo, and certainly your working relation with Albanians and the network that you are part of it now? Yeah, maybe. Yes, thank you. We are now first time here, and we're really surprised to see how energetic and sort of networked the whole area is. We are searching for collaboration possibilities, and we see this, like, from Finnish point of view, we might have some things that we could give and bring to the table, and again then learn things from here and maybe have collaboration also in Finland together with the Kosovan Albanian building industry, and that's. And then now we got a few collaboration persons. Maybe we can continue the future together, and maybe something architecture competition or something like that. And then of course we try to go to the Albania area, and that is for more space and opportunities. Yeah. There is a lot of projects and interesting projects there. So. How did you find the people you're working with? Obviously, some of them are Albanians. You got like quite a bit of working relation with I think you are in France or Germany based as a company? Finnish. Finland. Yeah, Helsinki based. So you got a fantastic community there, Albanian community in it. Yeah. We got the invitation from there, and that's how we ended up here. And we find people really easy to kind of connect and reach. It's kind of a super flexible and easy and friendly in here, and helpful. Let me use the opportunity to actually thank you as a Finnish citizens and Finland that have done a great job with the Albanian community there, with investing in schools and education in Kosovo here, and certainly, like our colleagues mentioned last night, especially in a police mentality and creating
some of the best police in region here. Yeah. Thank you. It's like, yeah, It's your taxpayers' money, which is kind of yeah. it's It's because good. comes from you. It's good that there's good coming out of it, and that's the thing. I think we want to share what we are good at, and try to learn from others that what they have to offer. I appreciate for your time and certainly for trusting Kosovo to do business in. Thank you. Thank you very again. much. Yeah. Thank you. Zotri Nura, të falenderoj mas pari për një angazhim tepër të mirë. Organizimi me Saudokt organizimi ishte vërtet i qelluar, patëm mysafir të mjaftueshëm. Na tregon pak a shumë ç'është përjetove dhe mënyrën ç'është organizove, se vërtet do një angazhim dhe një punë të madhe. Faleminderit së pari për intervistën. Kjo punë nuk bëhet vetë, ne duhet ta kuptojmë që kjo punë është bërë bashkërisht me 10 shtete anëtare të rrjetit global bizneseve shqiptare. Unë jam veç një prej tyre që kam kontribu, edhe është shumë e rëndësishme të flasim për partnerët tonë, ata sponsorë që bën të mundshëm që sot t'jena këtu të njoftojmë bizneset, të kemi bizneset nga gjitha anët e botës, nga Australia deri në Amerikën e largët. Ki shumë donatorët, faktikisht donatorët janë ata që e bën të mundshme financiarisht, ndërsa organizimi natyrisht që ju takon juve dhe lindes e shumë të tjerë pa i përjashtuar. Na tregon pak a shumë sa ke letë të marrësh donator, të marrë parasysh që tashmë nuk kemi USAID apo një agjencion shtesë për përkrahje. Nuk ka qenë e vështirë sepse ne njihemi edhe organizojmë që sa vite me radhë, edhe gjithë që ju kemi kërku, ose vetë që kemi tregu, gjithë kanë thonë, ata që kemi kërku edhe kanë pranuar direkt edhe kanë bërë pakesa. Ne falënderim special është për Linda Fetiun, grupin punus që ka qenë pjesë e stafit tonë, çdo kryetar i shtetit me anëtarët e vet kanë kontribuar shumë deri në këtë pikë që edhe vetë tregoj suksesi që ishim diku pas 100 biznese këto. Mysafiri ke shumë kryetarin e Prishtinës, zotëri Përparim Rame, ke shumë ministren detyrë Rozeta Hajdari, ke shumë edhe përfaqësues nga kryetarin e Luginës Preshevës zonin Sinani. Na trego pak a shumë sa mysafirë tjerë patëm edhe përveç asaj entuziasmi a ofruan një përkrahje për këtë iniciativë. Faktikisht sot do koni ftun kryeministri Edi Rama, kryeministri Albin Kurti, gjitha instantet shtetërore janë kohë të ftuara sot edhe kryetarët e komunave. Për fat keq nuk gjetën kohën që të përkrojnë, duke marrë parasysh se sot këtu kanë qenë diku 6 miliardë euro xhiro që bëjnë shqiptarët. Kjo është një fuqi, një super fuqi e pashfrytzuar që na punën ata që do të më bëjë qeveritë tona pe bëjmë ne. E përmend shumë njerëz e përmendën thanë dihet kur biznesmeni e udhëheq shtetin e dihet kur jo biznesmeni e udhëheq shtetin. Apo shihni ne hapësirë për përmirësim në këtë aspekt? Faktikisht tani bie pak politike kjo. Jo, politike është drejt për drejtë. Ne shohim të njerëzit, të udhëhecat, ata që shohin mundësi, kanë vizion, është shumë lehtë me organizu. Si në rastin tonë me bë 500 biznese në një ambient, nuk është vështirë kur i ki bizneset në përkrahje. Duhet me pas përkrahje njerëzit, duhet me pas stafin e përgatitën, duhet me pas organizimet e duhura për me arrit, për me bëj suksesshëm. Ne kemi shembullin më konkret të Trumpit, America First, pse se bëjnë ana shqiptaria first, edhe me pas produktet tona, unë faktikisht edhe në vesh mbathjen tem që kam nga kpucat solide deri në orat e prodhuar nga shqiptari Helfer. Kështu që kjo është ajo që duhet më shku. Te jemi ato ku neve na takon ta përkrojmë njëri tjetrin, edhe këto duhet me instalu në trunin e shqiptarëve, në trunin e udhëhecave tonë, jo të shkojnë atë Prada e tjera, po të jemi me vendore, me prodhime vendore. E tha diçka një shembull shumë të mirë para se me heq natyrisht kje punë tjera. Trump ka thënë America First, ndërsa Trump po se mur postin shkoj tek aty ku është leku në
Arabi në Ajo biznesmen. Më thuaj pak a shumë se biznisi në Kosovë nuk është çmuar mjaft. Vërtet nuk është çmuar, ka një herë edhe shumë raste është nën çmuar. Të jesh biznesmen në Kosovë një periudhë ka qenë marrë më shumë se sa një elit e njerëzve cila gjithkund e ndihmon inovacionin, e ndihmon promovimin, e ndihmon fuqinë, në fund të fundit edhe ushqimin e çon tavolina të konsumatorit. Më thuaj pak a shumë, nëse dojmë Kosova first, çka duhet të kemi first edhe Shqipëria natyrisht? Ne duhet mas pari të duam veten, të duam njëri tjetrin, të duam produktet e tona, të duam njerëzit e tonë, të duam njerëz zhvillimor që kanë vizion për të ardhmen e kombit tonë, shteteve tona. Kur e duan të veten, kur i duash të produktet që janë prodhuar këto, automatizëm të pja lejon një mundësi ai me pas kapacitet për eksport. Na jemi ato ura tani që i ndihmojmë ato kompanive pa qenë prosperiteti i duhur, pa qenë bizneset që kanë kapital për të eksportuar, nuk ecë Kosova përpara. Monument, kjo është shumë e rëndësishme që Kosova, Shqipëria janë me hovat mëdhoja se para 20-30 vjetë kemi qenë një humner e tërë, kurse zhvillimi ka qenë, po a jemi ato ku kemi dashur? Nuk jemi. A mundemi me konë ato ku dojmë? Mundemi. Qysh bëhet kjo? Bëhet me dashur, me dash produktet e vendit tonë. Tani pyetja juaj, ato ku ka zhvillim, ato ku ka biznes, ka zhvillim. Ato ku ka para, ka industri. Ato ku ka industri, ka mirëqenie. Ato ku ka përgatitje të industrisë normal që do vinë edhe investitorë nga gjithandej. Unë ministres në detyrë Rozetës ja bëra vetëm një pyetje ose një kërkesë, jo pyetje, kërkesë. Zonja minister në detyrë të lutem veç bëna trasen e trenit, na i sjellin vagonat. Unë nuk di që është ma thjesht me tregu ose me bo kërkesë, sepse para kemi, si pas një përllogarie, ne kemi para 60 miliardë euro në për diasporë. Kur thua ne, është fjala për diasporën shqiptare. Diaspora shqiptare ka parafërsisht 60 miliardë euro në dispozicion për mundësi investime. Unë po të përshëndeti me këtë porosi, shpresoj që mos qoftë Rozeta apo në qoftë Rozeta të jetë dikush tjetër që pikërisht atë kërkesë ta plotësoj. Faleminderit shumë. Faleminderit për intervistën. Kënaqësi gjithmonë me bashkëpunue edhe do vazhdojmë, ha. Faleminderit. Gjithsesi. Laura, je pjesë e ekipit tonë nga Londra, je merreja e rrjetit bizniseve globale, që është një punë shtesë dhe një përparësi për ne, natyrisht, se po na bie energji të re. Na trego si e përjetove dhe si heci puna. Në tash që jam antare e kryesisë këtu në Londër, jam shumë kështu me kënaqësi më të madhe se po më sa më shumë më angazhu me rini sa më shumë, sidomos në diasporë, me ftu sa më shumë bashkëpunime brenda diasporës edhe në Kosovë, sepse sa më shumë që shfaqemi sukses biznes mes ekipeve tona, mes rrjeteve tona që kemi, jo vetëm në Londër, por edhe në diasporë, kështu jashtë Londrës, aq më shumë sukses kemi me pas, edhe që ajo është problemi momentalisht që po e kemi edhe që e kom pas momentalisht kur jom hi në këtë ekip, sepse është shumë shtirë me i bashku, kur nuk e din ku janë njerëz. Që aty është problemi që e kom gjetë mas shumë të. Këtu si e përjetove takimin, i patëm edhe kryetarën e komunës, i patëm edhe një ministër, i patëm edhe një kryetar të një komune tjetër, përveç natyrisht përfaqësues të bizniseve që edhe i kanë tavolinat mbrapa me promovime. Në fakt më vjen shumë mirë që kemi pas ka shumë turnout, do të thonë ka pas edhe fytyrë publike, po edhe kështu biznise jashtëzakonisht nga industri që nuk ma kish marrë as mendje që ka në Kosovë. Mendoj që konferenca ka pas shumë sukses, edhe mendoj që jashtë konferencës kanë me ndodhë edhe takime më të mëdha. Besoj që kjo është vetëm një hap i parë që ka më zhvillu për të ardhmen. Unë të uroj sukses edhe bashkëdhënim, ha. Faleminderit shumë. Faleminderit. New construction është në Kosovë, në Angli.
Njani prej donatorëve nga Londra që na bani të mundshme faktikisht një takim të tillë është edhe pronari i kompanisë Nezmedin Krasniqi me pronari i kompanisë Ani New Construction, njëkohësisht dhe ka një kompani këtu në Kosovë që bën prodhime dhe e bën eksportin e tyre kudo në Evropë, për çka do të na njofton vajza që është mbikëqyrje të produktit. Përshëndetje. Pra këtu i kemi produktet vendore të cilat prodhohen kryesisht në Kosovë, e duke filluar me farat, prodhimeve deri përpunimin e farave, pastaj kemi supën, melmesat, vegetën, çajin, Extra Tea 44, i cili eksportohet kryesisht në të gjitha vendet e Evropës dhe pashtu përveç këtyre kena edhe produktet e tjera të cilat bojna edhe rieksport. Shumica e prodhimeve janë në Kosovë, përveç çajit që natyrisht është i importuar. Na trego pak a shumë sa afër është vegeta juaj me vegetën që ka qenë tradicionale nga Kroacia apo kush do të jenë? Kryesisht kualiteti është on top për momentin. Jena konkurrent me shumë kompani tjera vendore edhe globale që operojnë edhe jashtë vendit, kështu që për kualitet ju sigurojmë që keni cilësinë më të mirë të mundshme. Faleminderit shumë. Pra, shikues të nderuar, faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, edhe në Londër e kemi prodhimet e tilla. Mbani mend cilat janë edhe si shifet, se ju dini që shoppingun kur e bëjmë më shumë me çka doket se sa kush e ka prodhuar. Kështu që ta keni parasysh që është i prodhuar në Kosovë, i freskët dhe është i importuar në Britani të Madhe për shumë shitore dhe natyrisht po e blet prodhimin në Kosovë, do ta ndihmoni Kosovën natyrisht edhe sponsoruesin këtë rast, edhe këto dy vajza të cilat po punoni për kompaninë. Faleminderit edhe një herë.